Mirë, jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se jemi rikthyer jetës normale të gjithë pas pushimeve, pas ndërimit të viteve, që patjetër është një fest shumë e dashur për ne si kombë të paktën. Tradicionalisht e dim se si i festojmë, se si e mbushim tryezën, por ajo çfarë mbetet pyetja kryesore në këtë rast është nëse ende sot e kësaj dite festojmë për shkak të traditës dhe për shkak të ndjesisë që na ofrojnë këto festa, apo vetëm për rrjetet sociale, vetëm për të treguar që ne mblidhemi me njëri tjetrin, por lidhja emocionale mbetet ende bosh dhe gati-gati e pamundur. Pikërisht për të diskutuar për festat si fenomen social, edhe ndoshta edhe për të parë pse këto rifillimet janë paksa të vështira për një pjesë të madhe tonën, kam të ftuar në studio sociologen Elkida Miftaraj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Elkida. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Gëzuar një herë, një vit të mbar të gjithëve që na ndjekin, gëzuar dhe juve këtu në studio. Është një vit i cili të paktën nga sa unë kam përcjell përmes njerëzve që njoh, Elkida, që nuk është pritur me atë vendosjen e objektivave si kurse ka ndodhur vite më herët. Pra njerëzit duken më të ndrydhur emocionalisht për të shprehur dëshirat, qëllimet e tyre. Çfarë është duke ndodhur realisht me këtë fest në Shqipëri? Gjendemi në kushtet e një pasigurie shoqërore në fakt, me të gjithë fenomenet e ndryshme që ne na rrethojnë. Jemi në një destabilitet politik, jemi në një destabilitet ekonomik, jemi një shoqëri e cila po kalon një transformim të thellë dhe jemi në një fazë transformimi i cili ka vazhduar, është në vazhdim dhe nuk po përfundon, sepse dhe ciklet e transformimit të shoqërive kanë procesin e tyre se si ato heqin dorë nga disa vlera dhe rrënjosin disa të tjera. Ne kemi ngecur në fakt në këtë shiritin që cilat vlera do vendosim në shoqërinë tonë, pra kemi filluar të heqim dorë nga vlerat tradicionale dhe po marrim dhe po mbartim vlerat e postmodernes, mirë po nuk dim se cilën prej tyre të zgjedhim që t'ja veshim vetes. Kemi një problem si shoqëri sepse jetojmë 2 deri në 3 breza të ndryshme me botë kuptime dhe me objektiva të ndryshme për jetën. Kemi brezin e gjyshërve tanë të cilët kanë jetuar në një epokë dhe në një periudhë me norma kulturore shumë të forta, kemi brezin e prindërve tanë të cilët janë midis, që kanë kaluar në 2 regjime, janë lindur në regjimin socialist dhe që kanë ardhur dhe janë rritur gjatë periudhës së demokracisë së hershme në vitet 90 e mëtej, dhe më pas kemi brezat e rinj të cilët kanë lindur pas viteve 2000, të cilët janë rritur komplet me qasje tjetër, janë pjesë e botës së teknologjisë, kanë elementet e emocionalitetit të shpejt, nuk kanë qëndrueshmërinë apo vyeshmërinë e vlerave shoqërore të cilat kanë pasur prindrit dhe shoqëria tradicionale shqiptare në përgjithësi. Objektivat dhe dëshirat personale janë transformuar për shkak të kërkesave të kohës. Kemi një promovim në fakt të një jete luksoze dhe të një jete e cila dëshmohet në rrjetet sociale më shumë se sa jetohet brenda mureve të shtëpisë. Dhe kjo normalisht vjen si një shastisje dhe një goditje psikologjike deri diku që indikon individit në atë se çfarë ai do të bëjë me jetën dhe se ku do të shkojë dhe se si do e arrijë këtë gjë. Ka vërtet shumë gjëra për të diskutuar pikërisht lidhur me këto vlera që dukshëm janë duke ndryshuar. Ne po kërkojmë të përqasemi një modeli të ri. Koha ka treguar që ky tranzicioni i shpejt nuk është fort i shëndetshëm për shoqërinë shqiptare, ama do doja ti më shoja dhe diskutonin pikërisht për atë që ti the. Rrjetet sociale, presioni, a janë kthyer festat në presion social më shumë se sa ajo ngjarja tipike që na mbledh të gjithëve në tryezë për gjetur pak kohë dhe për të vijuar të flasim me njëri tjetrin lidhur me pritshmëritë tona, lidhur me emocionet tona, duke bërë shaka të ndryshme. Pra jemi gjithë rreth tryezës, por sërish me telefona në duar dhe duke treguar të tjerëve se sa mirë jemi në të vërtet një gjendje që nuk po e përjetojmë. Ç'është e vërteta, ne nuk mund të largojmë efektin dhe ndikimin e telefonit nga tryeza, qoftë gjatë festave të vitit të ri apo qoftë në ditët e zakonshme. Telefoni tashmë, interneti, rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme jona dhe ne jemi në varësi të tyre. Është një fenomen i cili njihet globalisht dhe jo vetëm për shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm për familjet shqiptare.
Në të vërtet, pa tjetër që ne festojmë dhe pa tjetër që ne qëndrojmë me të afërmin tanë, por elementi të treguarit në rrjete se çfarë ne bëjmë, unë nuk e shikoj më si një aspekt që ne duam të tregojmë tek të tjerët se çfarë po ndodh, por e shikoj si një aspekt vetë përmbushës. Pra kemi arritur në pikën që ne vetë përmbushemi nga të qenit në qendër të vëmendjes nëpërmjet virtualitetit, sepse ne nuk mund ta heqim më telefonin nga duar dhe ne nuk mund ta shmangim më rrjetin social. Jo për të gjithë, patjetër ka njerëz që dinë ta selektojnë kohën dhe dinë të selektojnë se çfarë duan të ndajnë në rrjetet sociale me miqt apo me të njohurit e tyre. Por ajo që ndikon në vetvete nuk është elementi se si ne përqasemi tek rrjeti social, por se sa ne tolerojmë rrjetin social që të përqaset ai tek ne. Pra, në këto kushte ku jemi? Ne pa tjetër si një pjesë e mirë e botës, jemi ende në përqasjen e parë, që ne jemi të qasur ndaj rrjeteve sociale dhe ne jemi të varur prej tyre, pra nuk dim të themi stop. Nga njëra anë prodhon një lloj adrenaline për ne, sepse na pëlqen, është diçka që ne humbasim kohën, humbasim mendjen, dalim nga ajo rutinë e zakonshme sepse nuk merremi gjithkohës me problematikat që kemi, por fokusohemi në gjëra nga më të ndryshmet që ne shikojmë në rrjete. Por nga krau tjetër, kjo gjë na tërheq vëmendjen, na merr kohën, nuk na lë vëmendjen e dur për të përqendruar tek objektivat dhe te planet që ne kemi. Shpeshherë mund të jetë objekt që ne të marrim, të shpërqendrohemi dhe të mos kemi fokusin e duhur në gjërat që ne duhet të bëjmë. Ikën vëmendja dhe ikën përqendrimi nga gjërat që duhen bërë apo nga realiteti të cilin ne jetojmë dhe shkojmë në një realitet tjetër, në një realitet virtual, në një realitet se çfarë bëjnë të tjerët dhe sepse ne nuk e arrim dot atë gjën. Dhe këtu fillon stresi emocional. Brezat e rinj janë më të ndikueshëm, janë më të varur dhe po e përjetojnë më shumë të raportin gati toksik me teknologjinë. Ama duke e gjykuar ndoshta pak më ndryshe, cili mendojnë që është brezi që është ndikuar më shumë nga teknologjia, jo vetëm në mënyrën se si funksionon dhe punon, për shembull, ose komunikon, por edhe sa i përket vlerave, atyre vlerave që ne shpeshherë ndalemi dhe flasim lidhur me to në çdo moment jetës tonë. Ka një diskurs në fakt të cilin unë dua ta sjell me shumë vëmendje me që më bëre këtë pyetje. Në fakt ne në sociologjinë e grup moshave ne bëjmë një dallim se kush janë brezat më të qëndrueshëm dhe brezat më pak të qëndrueshëm rreth boshtit të vlerave. Zakonisht brezat më të qëndrueshëm rreth boshtit të vlerave janë ato grup mosha të cilat kanë jetuar dhe kanë eksperimentuar dhe i kanë përthithur vlerat. Që do të thotë për te i moshës 35 vjeç, e lartë 30-35, pra kur ti ke ndërtuar boshtin tënd vleror, ke marrë eksperiencat e para, formimi karakterit dhe i personalitetit tënd ka arritur një lloj pjekurie dhe një lloj stadi psikoemocional ku ti ke marrë bazat nga shoqëria dhe më pas ti jep drejtim vetë jetës tënde, le të themi. Nga krau tjetër ajo që ne shikojmë është që rritja e moshës, jo domosdoshmëri do thotë që ti ke përqafuar vlerat, sepse ne në praktik po shikojmë rritjen e numrit divorceve edhe në moshat mbi 40 e lartë, e cila lidhet jo vetëm me faktin që ne nuk kemi më kapërcimin apo ndrydhjen e vlerave që ne kemi marrë, pra nuk orientohemi më prej tyre, por orientohemi nga dëshirat individuale. Dhe këtu lind një pyetje shumë e madhe, e cila ne si sociolog na bën të mendojmë, a është individualiteti ynë i zhvilluar dhe i formuar në mënyrën e dur gjatë stadeve të para të jetës, dhe pse ky personalitet apo pse ky karakter fillon dhe kërkon individualitetin pas moshës 45? Çfarë ka ndodhur më përpara? Pse ne jemi kaq të ndikueshëm apo kaq të lakueshëm nga doktrina e të drejtave dhe nga doktrina e vlerave individuale më shumë se sa nga vlerat familjare apo nga vlerat kolektive dhe vlerat le të themi shoqërore në grup. Në vetvete ne jetojmë në një shekull që ne jemi drejt individualizmit. Pra, vetmia si elementi i individualizmit ka ardhur si element i shprehjes së dëshirës për liri, pra për të pasur më shumë akses në ato çfarë do të bësh ti me veten dhe jo të tjerët me ty, dhe të marrit vendimet vetë për veten tënde. Dhe kjo në fakt ka sjellur një përçapje apo ka sjellur një zbrapsje nga vlerat e kolektives dhe ka orientuar individin e shekullit 21 tek vlerat individuale dhe tek dëshirat individuale. Pastaj ka shumë element që ndërhyjnë, është elementi ekonomik, është elementi social emocional, është elementi psikologjik dhe për më tepër është edhe elementi politik, sepse në vetvete çdo veprim që ne marrim orientohet nga politika, po jo nga politika që ne themi politika partijake, por politika se si ti zgjedh, politika bindja
qasja, autoriteti dhe se ku do ta çosh ti veten tënde në një zhvillim tjetër të jetës tënde. Pra, ti në një farë mënyre ke një rol dhe ti je një politikan i jetës tënde, kur ti zgjedh të japësh një direktiv të jetës tënde, pra nuk do më këtë model jetese apo këtë stil jetese dhe shkon drejt një stili tjetër jetese. Këtu problemi në fakt nuk është kalimi nga një stil jetese në një tjetër, sepse në shoqëritë perëndimore dhe në shoqëritë e zhvilluara ndryshimet e stileve të jetesës janë shumë të thjeshta dhe njerëzit nuk kanë mbartje emocionale ndaj tyre. Problemi është se si ne bëjmë tranzicionin, ku këtu ne kemi ngecur, gjë të cilën unë e citova që në fillim. Ne jemi shoqëri që kemi probleme me qasjen për të pranuar ndryshimin, jo thjesht për të ndryshuar. Pra ne si shoqëri kemi ndryshuar. Në 30 vitet e fundit Shqipëria ka marrë një kthes e cila nuk vjen vetëm në aspektet e politikës dhe ekonomikës, por vjen në aspektet urbane, vjen në aspektet e artit, vjen në aspektet e lirive se çfarë ti do të bësh me veten tënde, vjen në aspektet e medias, vjen në aspektet e rrjeteve sociale të cilat ty të përqasin me informacione të shumta, vjen në aspektet e gjeopolitikës që ti ke mundësinë që ti të udhëtosh, të shkosh në vende të ndryshme, të njohësh kultura të reja. Dhe këto të gjitha ne na kanë bërë si shoqëri që ne të jemi më elastik për të ndryshuar. Dhe dashur pa dashur ne kemi marrë shumë frymë ndërkombëtare brenda vetes dhe ne jemi zhvilluar dhe kjo nuk është gjë e keqe, ëh. Ne jemi zhvilluar, ne kemi marrë gjëra të reja, jemi bërë njerëz të cilët jemi më të hapur. Kemi parë kultura të reja të botës, kemi parë vende të tjera të botës. Problemi që ne kemi është që ne nuk po qëndrojmë dot dhe nuk po ndajmë dot se cilat prej këtyre vlerave do i marrim si pjesë të rutinës tonë të përditshme dhe cilat prej tyre ne do i filtrojmë për të posipasur pranë vetes apo për të gjetur ato ekuilibrin, le të themi, rreth asaj që ne kemi qenë si shoqëri dhe rreth asaj që ne duam të shkojmë si shoqëri. Shpeshherë thuhet, sidomos nga brezat më të vjetër, që shoqëria e dikurshme, ajo e një epoke që pak do donin ta kujtonin, kishte vlera morale. Pra, shpeshherë e thon këtë dhe e thon me krenari që është e drejta. Çfarë mendon ti si sociologe se i duhet sot Shqipërisë nga ato vlerat të dikurshme, që ne ose kemi humbur ose jemi duke e humbur gradualisht? Çfarë kërkojnë këta breza në momentin që citojnë pikërisht të që unë thash? Unë do them një vlerë të cilën unë nuk mendoj se ne e kemi patur dhe nuk e kemi treguar si që duhet edhe gjatë viteve të regjimit socialist apo edhe më përpara. Ne jemi shoqëri që jemi shumë emocional. Pra, ne shprejmë dashurinë e kemi, por ne nuk e shprejmë në mënyrën e duhur. Ajo që unë si sociologe do doja të vendosja theksin tek shoqëria që ne jemi sot dhe tek shoqëria e së ardhmes, sepse ne kemi syt drejt së ardhmes dhe sidomos si brezat të rinj, por edhe brezat që do vinë, është tek mënyra se si ne manifestojmë respektin dhe kufizimin e lirive dhe të përgjegjësisë së secilit. Është diçka të cilën ne nuk e kemi pasur, ne vim nga një shoqëri autoritare në të cilën vendimet merreshin nga më të rriturit, më të vegjëlit duhet të qëndronin, apo vendimet merreshin në mënyrë të dhunshme dhe që ndëshkimi ishte si formë e edukimit të shoqërisë. Dhe ajo që unë doja të vendosja theksin për ata që ne jemi sot dhe për ata që do vinë pas nes, është elementi dashurisë dhe i respektit të njëri tjetrit më shumë se sa autoriteti apo të pasurit të drejtë. Dhe kjo besoj dashuria për autoritetin si forma më mirë të paktën e parë kështu, vjet re edhe në mënyrën se si marrëdhëniet ndërtohen në shoqëri. Prind, fëmijë, mësues, nxënës e të gjitha me radhë. E pror punonjës janë të gjitha me sa duket produkt i të njëjtit mentalitet. Patjetër. Produktiviteti i qasjes autoritative ka qenë formë e regjimit të shtetit dhe ka qenë formë se si orientoi shoqëria, dhe jo vetëm tek ne, por të gjitha shoqëritë të cilat kanë kaluar regjime totalitare apo regjime autoritare në historinë e kohës. Ajo që vlen të theksohet në ditët e sotme është që ne jetojmë në periudha demokratike, post-demokratike, le të themi, në një kohë dhe në një epokë në cilën njerëzit mendojnë që kanë të drejtën e vet, por në fakt patjetër e kanë. Dhe ajo që ne shikojmë në Shqipëri, në këndvështrimin tim profesional, është që duke qenë se ne nuk na janë respektuar kufit dhe nuk na është dhënë ajo dashuria dhe ai respekti që ne kemi kërkuar,
Jemi kthyer me autoritet dhe me agresivitet. Arsyeja pse kemi kaq shumë konflikte në vendin tonë, arsyeja sepse ne jemi njerëz të vrazhd, të egër, sepse nuk kemi ditur të shprehim format e dashurisë dhe nuk kemi pasur metodën e edukimit se si ne të duam të respektojmë njëri tjetrin, por edhe të komunikohim. Ne nuk kemi patur një gjuhë komunikimi. Gjuha jonë ka qenë ajo autoritative, që ti nuk e toleron tjetrin për mendimin ndryshe që ai ka. Dhe kjo gjë është kultivuar kohë pas kohë dhe moment pas momenti. Dhe na ka sjellë në këto kushte që ne jemi sot, ku ne në festat e dhjetorit për shembull, ka shumë familje të cilët nuk flasin me njëri tjetrin, të cilët janë të konfliktuar, të cilët kanë shumë vështirësi për t'u atashuar dhe për t'u afruar me njëri tjetrin, sepse kanë dhunuar aspektet emocionale të njëri tjetrit në atë pikë që nuk bëhen më. Një tjetër gjë shumë interesante, se patjetër festat po i marrim si thembra e akilit, ajo pika e dobët, mbase përnxjerr shumë aspekte tjera të shoqërisë shqiptare. Është fakti që ne si shoqëri e kemi shumë të vështirë të kërkojmë falje. Pra, për të ndalur pikërisht tek ajo që ti e the më herët, që kemi shumë marrëdhënie të shkëputura për disa konflikte që tek brezi i ri mund të tingëllojnë edhe gati absurde, por patjetër brezat e mëparshme kanë shumë të vështirë të kërkojnë falje. Pse ndodh kjo? Të kthehemi edhe një herë te autoriteti, të studiojmë çfarë është autoriteti në këtë rast. Autoriteti në vetvete është ajo që dy të jep pushtet dhe të ruan dhe të mbron nga aspektet e gjykimit. Arsyeja sepse shumë njerëz e kanë të vështirë të pranojnë falje apo të pranojnë që janë gabim është sepse nuk duan të gjykohen dhe nuk kthehen pas. Këto janë elementë që lidhen pak me egoizmin, pak me transformimin e autoritetit në aspektet narcistike të tij, aspektet e egocentrizmit dhe dëshirës për të ushtruar pushtet dhe kontroll mbi familjar apo antar të tjerë të grupit. Dhe kjo vetvetiu ndjell atë që ne i themi një njeri krenar, kryenet, i cili nuk kërkon falje, edhe kur e di që e ka gabim, apo që i gjithë grupi i thotë që ti e gabim, përsëri shkon me të vetën. Ne kemi tipare të një shoqërie të tillë, sepse vim nga një regjim dhe vim nga modele të cilat kanë qenë të tilla. Pra ne kemi gjyshër të cilët binin dakord në gjëra absurde, le të themi, apo në martesa absurde, apo në vendime absurde për familjar të tyre, thjesht dhe vetëm sepse thonin kështu them unë. A i përcakton në shoqërinë shqiptare vlera materiale që ti ke edhe rëndësinë tënde? Po. Nëse më përpara ne vinim në një shoqëri kolektiviste që njerëzit nuk kishin prona private, patjetër ne jemi në një epokë kapitaliste, ne jemi në një epokë ku prona private është aset për individin, është marrëdhënie ekonomike tashmë, pra marrëdhënia me pronën është një marrëdhënie ekonomike që ty të fuqizon. Ne jetojmë në një epokë ku pa lek ti nuk mund dalësh dot nga shtëpia, pa para ti nuk mund të sigurosh dot të ardhmen tënde apo të ardhmen e fëmijëve të tu dhe sigurisht që edhe pushteti ekonomik është ai që lëviz themelet e botës. Të gjithë ata të cilët e njohin realitetin dhe e dinë shumë mirë se si paraja tunde dhe malet, le të themi, e kuptojnë shumë mirë dhe e dinë shumë mirë qëllimin e saj. Por, a është ky justifikim për të përdorur mjete të ndryshme për ta gjeneruar paran? Sigurisht që jo. Dhe në përfundim të doja patjetër disa këshilla për festat e ardhshme tashmë, sepse këto që kaluan ikën. Por çfarë duhet të kemi parasysh, si mos ta ndjejmë festën si presion, edhe shoqëror, po edhe financiar, nga ana tjetër se lidhet shumë edhe me financat. Ne dim se sa shpenzohet për festat e fundvitit, ne dim se sa stresohen kryefamiljarët vetëm e vetëm që të garantojnë që gjithçka, çdo pjesë e tryezës të jetë e mbushur, po qëllimi duhet të jetë ky apo jo? Unë mendoj se qëllimi i festave në vetvete është që ne të shpërndajmë dashurit, të ndajmë kohë me të dashurit tanë, të përfitojmë nga fakti që gjithë vitin ne jemi të lodhur, të stresuar dhe që ne nuk e shikojmë njëri tjetrin me orë të gjata, dhe të mblidhemi në shtëpi dhe të kënaqemi me njëri tjetrin apo të vendosim të kalojmë festat diku në një vend tjetër apo në një vend të bukur. Këshilla e vetme që unë do kisha për të gjithë ata që u pëlqejnë festat dhe që i kalojnë festat apo dhe ata të cilët ndihen të vetmuar, gjeni njerëzit e tuaj të zemrës dhe duke gjetur njerëzit e zemrës patjetër që festat janë të paharrueshme dhe nuk ka nevojë për shpenzime të mëtejshme. Nuk vjen lumturia nga një tryezë mbushur plot e plot me gjëra me njerëz bosh. Historitë ndryshme njerëzore na kanë treguar që, por edhe prallat që ne u tregoj fëmijëve, na kanë treguar që fabulat më sakt,
Dashuria nuk vjen nga tryeza plot, por vjen nga mirëqenia emocionale që ti ke. Nëse ti ndihesh i pranuar, i dashur dhe që je i rrethuar nga njerëz që ty të duan dhe që ti ndihesh mirë me ta, nuk ka rëndësi nëse ti ke 1, 2 apo 3 pjata. Rëndësi ka që ti duhesh dhe të duan. Elkida, unë të falenderoj e para për shpjegimin e një fenomeni social shumë të rëndësishëm në Shqipëri, siç është edhe festa e fundvitit, por një herëzi edhe për mesazhet që sot më shumë se asnjëherë tjetër duhet vërtet i marrim seriozisht dhe t'i vendosim në praktik për të ndihmuar mbi të gjitha njëri tjetrin. Faleminderit për ftesën, gëzuar të gjithëve, të jetë një vit i mbarë dhe të jetë një vit i cili të kosh sukses dhe kushdo që ka dëshirat e veta t'i realizohen.